Kandidati për kryetar komune në Gostivar nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta, me anë të një konference për shtyp, ka hidhur sërish akuza ndaj pushtetit të kaluar. Kësaj radhe, për keq përdorim të buxhetit komunal për të paguar, siç tha ai, militant partijak. Paralemroi se nëse qytetarët ia besojnë detyrën e të parit të komunës, do të punoj me përgjegjësi dhe këto lloj pagesash do t'i orientoj në dobi të qytetit dhe qytetarëve, thot ai. I kam paguar militantet partijak edhe një grup që rrinë rreth tyre parat e buxhetit duke ndejtur në shtëpi ose duke shëtitur gjithë ditën në territorin e Maqedonisë dhe jashtë saj, pa me bërë asnjë punë nëpërmjet agjencionit për punësimet e përkohshme, çdo vit ju kam paguar mbi 550.000 euro. Do me thënë, me miliona euro kanë shkuar për militantet partijak, ata të bëjmë propagandë për Aleancën Shqiptare, propagandë për Karavarin dhe vazhdojnë me propagandën për Valbon Limanin. Kështu rast, na nuk kemi në historinë e asnjë komune në vendin tonë edhe më gjerë. Në këtë formë, ata e kanë shkatruar qytetin dhe e kanë varfëruar buxhetin e komunës së Gostivarit. Me ardhjen tonë, këto militant partijak nuk do kenë më mundësi t'i marrin parat e qytetarëve të Gostivarit edhe të bëjnë aktivitete politike për Aleancën Shqiptare. Të gjithë parat e buxhetit do të shfrytëzohen për të mirën e Gostivarit, për të ndërthuar Gostivarin, për të bërë Gostivarin qytet më të pastër, mos thonë fëmijët e vogël, qyteti ynë është i pistë. Dhe do të realizojmë projekte të mëdha që do shkojnë në të mirën e qytetarëve të Gostivarit.